T'ju tregoj pak ferin e përditshëm këtu ke lagja ime. Jam bashkë me i koleg tjetër, po s'po ja u tregoj, po urdhroni. Ky është trafiku. Dhe dini pse është ky trafiku? Prej kësaj tabelës këtu. Në vend që rruga të vazhdoj drejt dhe ne dalim rrugë të Elbasanit, duhet kthehemi këtej. Dhe këtej ka një kthes të dytë atje, një kthes të tretë atje, e kështu me radhë. Dhe pikërisht për këtë arsye bllokohet trafiku në këtë lagje. Tani kam një thirrje që mund të jetë, nuk e mbaj mend e sata, është për ministrin e policisë rrugore, për kryetarin e bashkisë, për kush e ka në dorë tjetër, ministrin e transportit e tjerë, që të rregulloj tabelën, të rregulloj tabelën këtu. Të rregulloj tabelën, asgjë më shumë nuk kërkohet. Të ndryshoj tabela dhe ne dalim drejt për drejt në rrugë të Elbasanit. Kaq e thjesht është. Të dalim drejt për drejt në rrugë të Elbasanit. Si njerëz, jo kështu. Urdhra, shive si është tu. Tani, do shkojmë deri ke fakulteti poshtë, të kthehemi prapë djathtas, që të bëjmë rreth rrotullimin e të hyjmë prapë në qytet. Ja, ky është muhabeti.